من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال وكبر الله تكبيرا Sot është dita e Fitr Bajramit, dita e gëzimit, falënderimit dhe shpërblimit për ata që e përjetuan Ramazanin në besim dhe përkushtim. Është dita kur mëshira e Allahut shfaqet dhe zemrat mbushen me dritë e qetësi. Ramazani nuk ishte një muaj që kaloi, por një shkollë që na mësoi burimin dhe të mbajtjen dhe na mësoi afrimin të Zotit. Në të mësuam të kontrollojmë veten, të shtojmë adhurimin dhe të pastrojmë zemrat tona. Bajrami si festë nuk është fundi i ibadetit, por fillimi i qëndrueshmërisë. Qytetarë të nderuar, morali është fryti më i bukur dhe më i vlefshëm i Ramazanit. Agjerimi nuk ishte vetëm për të ndaluar urinë dhe jetjen, por për të pasuar zemrën dhe për të rifituar shpirtin. Ai erdhi që ne të largohemi nga padrejësia, nga fjalët e këqija, nga përgojimi e arroganca dhe të zbukurohemi me sinqeritet, butësi dhe drejtësi. Allahu e artësoi të dërguarin e tij duke përshkruar me moralin madhështor për të na treguar se kulmi i besimit është sjellja dhe edukata e mirë. Zoti thotë dhe në të vërtetë të jemi në fytyrë të larta të moralit. Kurani fisnik është libër udhërues, besnik që duhet të jetojë në zemrat e veprat tona. Nuk zbriti që të vendoset në raste në respekt tonë, por që të ngrihet në jetën tonë si dritë, si drejtim, si shpëtim. Andaj të dashur besimtarë, dijeni mirë se nuk ka mburojë më të fortë për ne se Kurani, që na udhëzon në vazhdimsi drejt dashurisë për Zotin, për jetën, për njeriu e për batanin. Të dashur prindër, mos i lini fëmijët në mshirën e kokës, mos ja dorëzoni edukimin e tyre ekraneve që nuk njohin moral as kur, as kufi. Mos lejoni që zemrat e tyre të mbeten larg drejtës së Kuranit. Afrojeni me xhami që të njohin përgjegjësinë dhe devotshmërinë. Afrojeni me dijen që të dallojnë të vërtetën nga e kota, sepse një shoqëri e shëndoshëm ndërtohet me zemra të pastra, me moral të lartë, me edukat dhe me dashuri për fenë dhe për atë vlerë. Të dashur vëllezër e motra, në kohën e sotme, për të përballur me krizën morale e sociale që po prek mbarë regjimit, kërkohet domosdoshmërisht respekti ndaj pluralizmit dhe pranimi i dallimeve mes individëve, komuniteteve, kombëve, pasi kon dominimi ekonomik, kulturor apo ushtarak. Bashkësia njerëzore nuk është vetëm një nevojë sociale, por një parim i thellë fetar dhe kombëtar
i rënjosur në historinë dhe identitetin e popujve tonë. Në realitetin e sotëm, ku egoizmi, urrejtja dhe konflikti shpesh sundojnë marrëdhëniet ndërnjerëzore dhe ndërkombëtare, kuptimi i vërtetë dashurisë dhe paqes duket si përjashtim nga rregullat. Fetë megjithatë në si mesazh paqeje, duke ofruar udhëzime për respekt në ndërsjellje, mirë kuptim dhe bashkëpunim ndërnjerëzor. Besimet e fetë nga njerëz të padijshëm shpesh akuzohen për përçarje, ndërkohë që thelbi i këtyre vërtetës nxitja e solidaritetit dhe dialogit. Sipas Islamit nuk mund të imagjinohet që njerëzit do të bashkohen në një fe apo kulturë të vetme, nga se krijimi i dallimeve mes njerëzve tregon madhështinë dhe vullnetin e Zotit, i cili shumë qartë në Kur'an na thot: sikur të kishte dashur Zoti, të gjithë njerëzit do t'i bashkonte në një bashkësi të vetme, por ata vazhdojnë të jenë në kundërshtime. Pra, Kurani na dëshmon se diversiteti është një element i pandashëm i natyrës njerëzore, që duhet kuptuar dhe respektuar në mënyrë të përgjithshme. Nga perspektiva e Islamit, bashkëjetesa nuk është thjesht tolerancë, ajo është një parim i bazuar mbi dashuri, respekt dhe drejtësi. Në këtë kuadër përçarje, urrejtja dhe hyrjet që shpërndahen mes bijve të njëjtit tonë, janë jo vetëm kërcënim moral, por edhe shkelje thelbi të identitetit kombëtar dhe fetar. Bashkëjetesa e bazuar mbi respekt dhe reciprok dhe vlerësim të dallimeve është rruga e vetme për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, të qëndrueshme, që jeton në paqe e në harmoni. Të dashur vëllezër e motra, s'ka dyshim se edhe shoqëria jonë sot po përballet me sfida të shumta. Shpesh shohim tensione, përçarje dhe vështirësi në zgjidhjen e problemeve edhe politike apo sociale, të cilat direkt prekin jetën e qytetarëve. Duhet ditur se dialogu është më i fortë se përçarja, se urtësia është më e fortë se zemërimi, se përgjegjësia është më e fortë se interesi personal. Nëse këto vlera i kultivojmë në jetën tonë shoqërore dhe publike, shumë probleme do të zgjidhen më lehtë. Megjithatë, të mos humbasim shpresën, nga se shpresa është forca që mban një popull gjallë. Si udhëheqës shpirtëror dhe si përfaqësues i një institucioni që historikisht ka qenë pranë popullit në momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Bie obligim moral dhe qytetar të drejtohen me një fjalë të sinqertë ndaj faktorit politik të vendit tonë. Duhet ditur të gjithë, pa përjashtim, se shteti dhe institucionet e saj janë amanet i qytetarëve dhe përgjegjësi që besohet përfaqësuesve politik për të shërbyer me ndeshmëri, maturi dhe vizion për të mirën e përbashkët. Prandaj, është e papranueshme që sot, në kohë paqe dhe në kushte të një sistemi demokratik, vendi të ngjesë për shkak të mungesës së vullnetit politik për kompromis, dialog, përgjegjësi dhe për pasojë zhvillimi i shoqërisë tonë të mbetet pemë i krizave politike. Në momente të tilla kërkohet maturie dhe dije lartë shtetërore. Kërkohet kulturë dialogu dhe mbi të gjitha kërkohet sakrificë për të vendosur interesin e vendit e të kombit mbi çdo interes tjetër. Shoqëria jonë ka nevojë për më shumë urtësi në politikë, për më shumë kulturë dialogu dhe për më shumë ndjenjë përgjegjësie ndaj interesit publik. Historia do të gjykojë, jo vetëm për vendimet që janë marrë, por edhe për momentet kur përgjegjësia është mundur. Lutim Zotin që na bekojë urtësi e drejtësi, që të jemi në nivel të përgjegjësisë që mbajmë për të ardhmen,
e vendit e kombit, qoftë si individ apo si shoqëri. Zoti i Madhërisëm na bë prej atyre që ndërtojnë familje të forta, rini të ndershme dhe një shoqëri me besim moral dhe dashuri për ta thënë. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Akbar.